Britania e Madhe konfirmoi mbështetjen për prokurorinë e posaçme, ndërsa ambasadori në vendin tonë, Nicholas Abbott, u takua me kryeprokurorin e posaçëm Claudian Braho. Sipas njoftimit të ambasadës britanike, takimi u zhvillua për të diskutuar mbi punën në vijim dhe mbështetjen e ardhshme të Mbretërisë së Bashkuar për SPAK-un. Të dy palët riafirmuan partneritetin e fortë mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë, veçanërisht në luftën kundër krimit organizuar të rëndë, si një çështje e përbashkët, njoftoi ambasada britanike në Tiranë. Krahas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, Britania e Madhe është ndër vendet aleate kryesore që kanë mbështetur procesin e ngritjes së prokurorisë posaçme si pjesë e reformës në drejtësi. Mbështetja përfshin asistencë teknike, trajnime për hetimet financiare dhe kundër krimit organizuar, si dhe bashkëpunim operacional në çështje ndërkufitare. Edhe ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, ambasadori BE-s kanë takuar kryeprokurorin e SPAK-ut Claudian Braho dhe kreun e ri të Byros Kombëtare të Hetimit Joni Keta për t'i konfirmuar vijimsinë e mbështetjes dhe bashkëpunimit. Claudian Braho zgjodh kreu i SPAK-ut në 11 dhjetor 2025, teksa mori 7 vota nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ai u zgjodh mes 4 kandidatëve dhe do të ketë një mandat 3 vjeçar duke zvendësuar në këtë pozicion Altin Dumanin. Braho mori zyrtarisht detyrën në 22 dhjetor si drejtues i prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.